emocione kishe, kur kishe emocione në stërvitje, imagjino Imagjinon fush, po. në ndeshje. Por që më ka dhënë një siguri të jashtëzakonshme. Edhe mënyra se si e godisja pastaj, se unë e kam goditur gjithmonë fort topin, nuk e kam me teknikë siç mundohen ta godasin shumë. Pra bazohet tek forca atë elementi. Unë bazohesha ke forca. Unë për shembull në një artikull kam lexuar që nuk e shifte portierin sy fare. Fare. Unë edhe kur para se Tunisia, unë isha me shpinë. Rija me shpinë nga portieri. Asnjëherë nuk e kam. Unë herën e parë që kam filluar stërvitjen te Partizani, Gas Kraja më ka pasur vetëm i gjoh te penalltia. Mos e shif kurrë sy portieri. Po, e drejt. Mos ka dalë nga ty kjo? Nuk besoj. Unë kisha mënyrën time të godit. Çdo njeri ka, sado që ti flasësh, sigurisht që çdo njeri ka mënyrën e vetë të goditur, jo vetëm të penalltisë, por edhe të faullit, edhe Ja Flori. Për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona e gjeni në YouTube te Kandale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një rush.